ta arrijë të numrat edhe për qeverinë dhe gjithmonë hynë në marrëveshje edhe posti i kryetarit. Po pse do ta vijojmë bisedën pas seancës. Do të shohim pra ndjekim direkt tashmë seancën që veç se ka filluar. Të kuvendit. Në kryesimin e seancës do të më ndihmoj deputetja më e re nga mosha, zonja Sala Jashari. Me këtë rast, më lejoni që në fillim t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe punë të mbarë të gjithë deputeteve dhe deputetëve të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Njëkohësisht, kam kënaqësi të veçantë që të përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje mysafirëve të nderuar. Zëvendës ambasadorit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Roland Hill. Shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, ambasadorit Ivo Orav. Ambasadorët e vendeve mike të akredituar në Prishtinë dhe të gjithë të ftuarve të tjerë të pranishëm në këtë seancë konstituive, si dhe medjave që po e përcjellin këtë seancë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet. Kryetari i Kuvendit i Legjislaturës 8, në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e subjekteve politike që kanë fituar vende në Kuvend të mbajtur më 8 prill 2025, ka bërë përgatitje për mbajtjen e seancës konstituive të Legjislaturës 9 të Kuvendit, të thirrur nga Presidentja e Republikës Kosovës, shkëlqësia e saj zonja Vjosa Osmani Sadriu. Rendi i ditës për seancën konstituive të Legjislaturës 9, i cili është shpërndar deputetëve së bashku me materialet përmban: 1. Formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe zgjedhjen e nënkretarëve të Kuvendit. Të nderuar, një njoftoj se në seancën konstitutive nuk zhvillohet debat. Seanca konstitutive përfundon me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe të nënkretarëve të Kuvendit. Ndërprerjet gjatë seancës konstitutive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Procedojmë me pikën e parë të rendit të ditës. 1. Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputetëve. Ju njoftoj se në bazë të nenit 9 paragrafi 4 të rregullores së Kuvendit, subjektet politike të përfaqësuara në Kuvend e caktojnë nga një deputet në komisionin e përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve. Ky komision duhet ta shqyrtoj dokumentacionin përkatës për certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mbajtura me 9 shkurt 2025 dhe Kuvendit që paraqes raportin për vlefshmërinë e mandateve të deputetëve të Kuvendit, si dhe verifikon kuorumin në seancën konstituive të Legjislaturës së 9. Kryesuesi i komisionit të përkohshëm do të jetë nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje me numrin më të madh të deputetëve. Ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj një deputet për kryesues të komisionit. Faleminderit i nderuar kryesuesi i seancës konstituive, të nderuar deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës, në emër të grupit parlamentar propozoj deputetin Artan Abrashi që të jetë antar një herët edhe kryesues i Komisionit për verifikimin e kuorumit të mandateve. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, PDK, që ta propozoj një deputet për antar të komisionit.
Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, propozoj deputetin Përparim Gruda. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK, që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit shumë kryesues i seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar përfaqësues të medjave, shfrytëzoj rastin që në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të uroj të gjitha grupet parlamentare, të uroj të gjithë deputetët të zgjedhur dhe me shpresën që do të kemi një legjislaturë të pritshme në funksion të mirëqenies së Republikës dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Për komisionin për verifikim të mandateve, ne si grup parlamentar propozojmë deputetin Armend Zemaj. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Srpska Listas që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Hvala predsjedavajući, poštovani predstavnici. U ime Srpske liste predlažemo za člana komisije gospodina Branislava Nikolića. Hvala. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e AK-s, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, konservatorët, intelektualët që ta propozojnë një deputet për antar të komisionit. Nderuar kryesues, të nderuar deputet, në emër të grupit të Aleancës Nisma propozojmë zonjën time Kadrije. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Kosova Demokratik Tyrk Partisi që ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Faleminderit kryesues, Kosova Demokratik Türk Partisi adına Fidan Brina Zhultay öneriyorum. Teşekkür ederim. Faleminderit. Subjektet në vazhdim përfaqësohen me nga një deputet, të cilët do të jenë edhe antar të komisionit. Emrat e subjekteve, siç i ka parë KQZ, do t'i lexoj në origjinal. Iniciativa e re demokratike e Kosovës, IRDK, Elbert Krasniqi. Nova Demokratska Stranka, Emilia Regjepi. Za Slobodu, Pravdu i Opstanak, Nenad Rashić. Koalicia Vakat, Rasim Demiri. Partia Liberale Egjiptiane, PLE, Veton Berisha. Social-Demokratska Unia, SDU, Duda Balja. Partia e Ashkalinjve për Integrim, Artan Aslani. Jedinstvena Goranska Partia, Adem Hoxha. Dhe 15 Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, Albert Kinoti. Shërbimi i deputetëve vërteton se në sallë janë 119 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për emërimin e antarëve të komisionit të përkohshëm. Kush është për?
Kush është kundër? Nuk ka asnjë kundër, me sa po shihem. Kush abstenon? Nuk ka asnjë abstenim, vetëm do thot me 119 vota për votohen antarët e komisionit të përkohshëm. Ftoj kryesuesin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve, deputetin Artan Abrashi, që ta paraqes raportin. Ftoj komisionin që të takohet më njëherë në sallën numër 10 dhe pastaj kuvendit t'ja paraqes raportin. Parafërsisht 15 minuta duhet të zgjas pauza, ushqimi. Jemi rikthyer edhe një herë në studio në pritje pra të punës së komisionit që tashmë u formua në seancën konstituive. Atëherë nëse mundesh pak Velita na shpjegoj tash ti pra komisioni shkon edhe e bën verifikimin e mandateve dhe cilat janë këto procedura që do ndiqen pra pas këtij hapit të ndërmarrë nga ana e kryesuesit më të vjetër. Po, tash të thotë antarët e komisionit përkohshëm për verifikim të mandateve dhe të quorumit e shqyrtojnë dokumentacionin zgjedhor për të pa do të thotë nëse mandati i deputetëve është i rregullt, a ka ndonjë problematik me ndonjë nga deputetët. Në këtë rast për shembull shihet se kanë dhënë ndërheqje përfaqësuesit ekzekutiv kështu me radhë. Përmendur kjo që mund të jetë problematike me pra pozitat ekzekutive që vazhdojnë të kenë disa prej deputetëve që janë zgjedhur. Për shkak se nuk janë bërë publike me sa ditë gjitha dorëheqjet e kabinetit qeveritar, po ndoshta kjo ka ndodhur me nënshkrim të letra për brenda qeverisë Kosovës dhe është paraqitur kuvendit si dokumentacion. Pastaj do të thotë kthehet ky komision dhe e prezanton raportin dhe tregon nëse ka probleme ndonjë besoj nga mandatet e deputetëve. Për çdo rast ata deputet nuk mund të jenë pastaj të marrin të konsiderohen si deputet në seancë, derisa të kryjnë procedurat. Dhe pas kësaj, raporti votohet me shumicë vota në kuvend dhe pastaj kalohet tek pika tjetër që është betimi i deputetëve. Pra, pasi vërtetohet që ata janë deputet kuvendit dhe s'ka ndonjë problem në këtë pjesë, do thotë kryesuesi i seancës i fton deputetët që të bëjnë betimin. Teksti i betimit është ai shkruar në rregulloren e kuvendit. Një deputet që mungon sot pra dhe nuk bën betimin do ta bëjë në seancën e radhës, kështu me radhë. Nëse zgaboj, nëse në 3 seanca nuk bëhet betimi, pastaj deputeti mund ta humbë mandatin dhe këto janë pika do të thotë që shkojnë një mas një. Nëse nuk votohet raporti i këtij komisioni, nuk janë votat për ta. Pra do të votuar ky raport i komisionit nga ana e gjithë përfaqësuesve që u zgjanë. Patjetër do të votohet raporti, nëse nuk është shumica e nevojshme për të votuar ky raport, atëherë seanca pezullohet. Nuk mund vazhdojnë pika tjera pa u vërtetuar do të thotë apo pa u konfirmuar mandatet e deputetëve. Për pjesa pjesa kryesore pas tyre do të jetë pra propozimi, nëse do të ketë propozim për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Pas betimit kalohet tek pika tjera që është zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit, sipas kushtetutës edhe interpretimit të gjykatës kushtetuese. Emri do thotë i takon për ta propozuar i takon subjektit që i ka fituar zgjedhjet, partisë së parë. Kryetari pastaj duhet të votohet me shumicën e votave të deputetëve në kuvend. Padyshim që partisë së parë i nevojitet për kraja dhe nga subjekte tjera, për shkak se e vetme nuk i ka numrat për ta zgjedhur kryetarin. Siç e tham edhe më herët, ne shpresojmë që kjo të shkojë sipas procedurës dhe mos të ketë ndonjë zvarritje. Atë mund ta bëj partia e parë nëse për shembull nuk e propozon emrin e kryetarit. Në kësi raste seanca pezullohet, por nuk mund të pezullohet më shumë se 48 orë. Prandaj
shohim atë apo situatën që e kemi pa para disa viteve ku pastaj kemi seancë çdo 2 ditë, pra seanca konstitutive konsiderohet se ka filluar sot, pa e vazhdon pastaj. Çdo 2 ditë pastaj. Çdo 2 ditë nuk konsiderohet e përmbyllur. Por nuk ka një afat se kur mund të... Nuk ka. Fatkeqësisht nuk ka afat në këtë rast, përveç nëse parti do ta kërkonin një interpretim të ri nga gjykata kushtetuese, po që në këtë pikë fatkeqësisht partia e parë mund ta zvarris formimin e institucioneve nëse nuk e propozon emrin. Këtu po flasim pra që nëse kuvendi nuk konstituohet sot, nuk mund vazhdohet me procesin tjetër që është zgjedhja e qeverisë edhe e kryeministrit. Sepse afatet për kryeministrin apo për mandatarin, pra fillojnë të rrjedhin vetëm pasi të konstituohet kuvendi. Pra do të përmbyllet si proces konstituimi që pastaj të vazhdojmë me procesin tjetër. Dhe këtu e ka mundësinë partia e parë që ta bllokoj, po ne shpresojmë që nuk është kjo tendencë dhe ajo ka arritur marrëveshje me ndonjë nga partitë e tjera për të konstituar kuvendin. Kemi pa këtu deklarata të lloj-llojshme, njëherë ka pasur deklarata të partive tjera që do ta votojnë kryetarin e propozuar nga partia e parë, pastaj ka pas një farë ndryshimi të qëndrimeve, prandaj nuk është e qartë nëse sot kemi disponim të tillë, po që vetë partia e parë mund të hezitoj ta propozoj një emër nëse nuk i ka votat për qeveri, për shkak se pastaj fillojnë të rrjedhin afatet dhe kjo mund të jetë problematike për negociatat që është duke i zhvilluar. Pastaj do të mësojmë pas pak Visara, ndjekëm merret një storje derisa i Violeta një storje për që flet për historikun e koalicionit në pranët e kaluarën, ka pasur le të themi këto kalime të mëdha ku partitë vazhdimisht kanë insistuar se nuk hyjnë në koalicion me subjektin e caktuar, megjithatë kanë bërë atë kalimin edhe pastaj u janë bashkuar, le të themi se janë bërë partner të koalicionit. Presni të ndodh edhe kjo në rastin aktual të kësaj legjislature? Vështirë të thuhet, në këtë moment pos nismës që besoj se do t'i bashkohet Kurtit, nuk pres prej partive tjera të ketë ndrojnë qëndrim kaq. Është ndryshim i madh dhe nisma nëse i bashkohet lëvizjeve të vendosje, marr parasysh se të paktën ka ana lëvizjeve të vendosje, pra ka pasur akuza le të themi ndaj gjithë këtyre partive që janë qenë të regjimit të vjetë përfshir edhe nismën. Unë ndoshta nisma është si interes vetin partijak për me qenë në pushtet. Është parti e vogël edhe asnjëherë nuk e ka të sigurt kalimin ose qëndrimin në kuvend. Kështu që nëse veç bëhet pjesë e pushtetit, atëherë janë gjasat më të mëdha që ajo të ringritet, themi, edhe të mendoj për zgjedhjet e ardhshme që të jetë pra pjesë e kuvendit. Ndryshe do ta ketë problem nëse veç mbetet në opozitë dhe nëse mbetet në opozitë atëherë do të mbetet e fundit, themi, të gjitha partive, kështu që në zgjedhjet e ardhshme do ta ketë edhe më problem të bëhet pjesë e kuvendit. Violet, kemi parë përmenda këto kalime të mëdha, sa kanë qenë le të themi marrëveshje parimore që janë arritur mes partive politike këto partneritetet për koalicion, duke u referuar pra edhe këtyre dallimeve të mëdha që kanë qenë edhe akuza, ka pasur akuza në të kaluarën, megjithatë domethënë është përmendur vazhdimisht interesi shtetëror që kur ka ndodhur këto tekalime, a presni të ndodhë kjo edhe kësaj here? Duke u bazuar edhe në koalicionet që janë kryer në të kaluarën, fatkeqësisht ato kanë qenë më shumë koalicione për pozita qeveritare se sa që kanë